Në episodin e ri të serialit Qyteti i Largët, ngjarjet marrin një kthes të fortë emocionale. Alia tronditet thellë pasi sheh videon dhe mesazhin e Borës, ku ky i fundit i kërkon Xhanit të martohet me Alien dhe të dalë hapur si mbështetje lidhjes së tyre. E shkatruar nga kjo vërtet e fshehur, Alia shpërthej në lot dhe i kërkon llogari Xhanit, pse kjo video ishte mbajtur sekret dhe pse ajo duhet ta mësonte në këtë mënyrë. E mbërthyer nga dhimbja dhe zhgënjimi, Alia largohet nga konaku, pa ditur as vetë se ku po shkon. Sadakati e ndjek me sy, duke u përpjekur të kuptojë çfarë po ndodh dhe çfarë fshihet pas kësaj situate të tensionuar. Ndërkohë Xhani, i mbushur me pendesë dhe frikë se mos e humb, vrapon pas Alis dhe e ndjek. Në këtë moment dramatik, Alia rrezikon të pësojë një aksident të rënd, por në çastin e fundit shpëtohet nga Xhani, i cili e kap para se të jetë tepër vonë. Ky episod sjell emocione të forta, përballje të dhimbshme dhe vendime që do të ndikojnë thellë në fatin e personazheve. Nga ana tjetër, Nare pret Shahinin e mbushur me shpresë, pas premtimit të tij se do të arratiseshin së bashku. Ajo qëndron aty, me zemrën që i rre fort, duke besuar se më në fund do të gjejnë një rrugë shpëtimi. Por ndërsa Shahin është nisur drejt saj, ai njoftohet nga Fidan se babai i tij Xhmeli është plagosur dhe ndodhet në spital. Pa hezituar, Shahin ndryshon drejtim dhe shkon menjëherë në spital. Aty Xhmeli, ende i shtrirë dhe i mbushur me zemërim, fajson Xhanin për plagosjen e tij, duke hedhur edhe më shumë benzinë mbi zjarrin e armiqësisë. Ndërkohë Nare, e lodhur nga pritja dhe e zhgënjur nga mungesa e Shahinit, largohet nga vendi ku e priste, me shpresat e thyera dhe zemrën e rënduar nga zhgënjimi. Duke përfituar nga situata e krijuar, Sadakat nis të flas hapur kundrejt Shahinit, duke zbuluar se ai dhe babai i tij ishin përpjekur të vrisnin Kajën në burg. Këto akuza e rëndojnë edhe më shumë figurën e Shahinit dhe e vendosin Naren përballë një realiteti të ashpër. Sadakati e urdhër që Nare të kthehet pranë burrit të saj, Ozganit, edhe pse Nare refuzon me vendosmëri dhe përpiqet të kundërshtojë këtë vendim. Zëri i saj nuk merret parasysh. Në një skenë të dhimbshme dhe tronditse, ajo merret me forcë nga nëna e saj, duke lënë Naren të pafuqishme përballë presioneve familjare dhe një fati që imponohet kundrejt vullnetit të saj. Nare kthehet në shtëpinë e saj të Ozganit, e tronditur dhe e mbushur me dyshime. Megjithatë, përpara se të dorëzohet plotësisht, ajo përpiqet edhe një herë të kontaktojë me Shahinin. Telefonata, që për të ishte shpresa e fundit, i përgjigjet nga Fidan. Me një ton të ftohtë dhe kërcënues, Fidan i kërkon Nares të qëndrojë larg djalit të saj Shahinit dhe të mos e telefonojë më kurrë. Këto fjalë godasin Naren thellë. Në atë moment, ajo kupton se ka qenë vetëm një pjesë e një loje të rrezikshme. Shahini e ka përdorur atë për akmarrje dhe jo për dashuri. Alia i drejtohet Sadakatit duke pyetur nëse ishte ajo që i kishte vendosur USB-n në çantë. Sadakati përgjigjet me qetësi dhe vendosmëri, duke theksuar se ajo nuk vepron kurrë në mënyrë të fshehtë, por gjithmonë hapur dhe ballë për ballë. Këto fjalë e bën Xhanin të dyshojë menjëherë te Mine. Në mendjen e tij, lind bindja se pikërisht ajo mund të ketë qenë personi që ka futur fshehtas USB-n në çantën e Alias, duke ndezur edhe më shumë tension dhe misterin rreth kësaj loje të rrezikshme. Shahin përballet me Xhanin ballë për ballë, në një takim të mbushur me tension dhe armiqësi në spital. Shahini kërkon llogari duke akuzuar se ai ka urdhëruar vrasjen e babait të tij, Xhmelit, dhe se gjithçka që ka ndodhur është pjesë e një loje akmarrjeje. Por Xhani, i vendosur dhe i palëkundur, e mohon këtë dhe i përgjigjet prerëse për familjen e tij, do të bënte gjithçka. Ai thekson se qëllimi i tij vetëm ka qenë të mbrojë Kajën nga planet dhe qëllimet keqdashëse të Xhmelit, duke e bërë të qartë se nuk do të lejojë askënd të prek familjen e tij, pavarësisht pasojave. Në ditët kur familja Alboran po kalon një periudhë teje të vështirë, ditëlindja e vogëlushit Xhan Deniz shndrohet në një dritë shprehse që u jep të gjithëve pak moral. Surpriza e përgatitur nga Xhani për nipin e tij prek thellë zemrën e Alias, duke bërë atë të ndjejë për herë të parë diçka ndryshe, më të fortë dhe më të sinqertë. I vogli Deniz, me pafajësinë e tij prekse, e falenderon Xhanin me një fjali që i shkon drejtë në zemër. I thotë se babai i tij nuk është pranë, por sa mirë që ka Xhaxhain afër vetes. Këto fjalë i lënë gjurmë të thella si te Xhani, ashtu edhe te Alia. Më pas, Xhani dhe Alia kalojnë momente të bukura së bashku.
larg tensioneve dhe dhimbjeve. Në një atmosferë të ngrohtë dhe të qetë, Gianni mëson Alien të mos ketë frikë nga kalërimi, duke e mbështetur dhe inkurajuar në çdo hap. Këto çaste të thjeshta por të sinqerta i afrojnë edhe më shumë zemrat e tyre. Edhe pse të dy përpiqen të injorojnë ndryshimet dhe ekuilibrat e rinj që po formohen në marrëdhënien mes tyre, është Nare ajo që i vëren e para dhe vendos ta thot hapur. Ajo përball Giannin me të vërtetën dhe i kërkon pa hezitim që të mbyll përfundimisht marrëdhënien e tij me Minen. Biseda mes tyre shndrohet në një pikë these vendimtare. A është kjo përballje e realitetit nga i cili Gian po përpiqet të ikë, apo është e ardhmja që ai ka frikë se një ditë do të bëhet e pashmangshme? Kjo dilemë veç Giannin përballë ndjenjave të tij të thella dhe zgjedhjeve që nuk mund të shtyhen me. Ndërkohë, Exhme lufton mes jetës dhe vdekjes në spital, duke vënë Zerrinin përballë një vendimi tepër të vështirë. Një zgjedhje që do të ndikojë drejt për drejt jo vetëm në jetën e saj, por edhe në fatin e gjithë familjes. Sadakati, e vetëdijshme për rrezikun dhe aftësitë e errta të Exhmelit, vendos të mos pres më. Ajo zgjedh të veprojë duke e përdorur metodat e saja të pamëshirshme për të marrë kontrollin e situatës. Megjithatë, planet e saja përplasen me një pengesë të fortë dhe të papritur. Gianni, i cili del hapur përballë dhe i prish çdo lëvizje, duke e çuar përplasjen mes tyre në një nivel krejt tjetër. Sadakat urdhëron Seidin që të shkojë në dhomën e Giannit me qëllim ta provokojë dhe ta bërë në një situatë të sikletshme. Por Gian reagon menjëherë dhe me vendosmëri i kërkon Seidës të largohet nga dhoma pa humbur asnjë çast, duke bërë të qartë se nuk do të pranoj asnjë lojë apo imponim. Nga ana tjetër, Gianni përballet drejt për drejt me nënën e tij, Sadakatin. Ai kërkon asaj prerë që askush, përveç Aliës, të mos guxojë të hyjë në dhomën e tij. Ky qëndrim i hapur dhe sfidues e trondit Sadakatin. Me një ton të ftohtë dhe kërcënues, ajo i thotë se do të pendohet për këtë kundërshtim të hapur ndaj saj, duke paralajmëruar një përplasje edhe më të fortë mes nënës dhe të birit. Pa e kuptuar, Gianni ndodhet në prag të zbulimit më tronditës të jetës së tij. Teksa përballet hapur me nënën e tij, e vërteta që ka qenë e fshehur për vite me radhë, del në fund në dritë. Me lot në sy dhe zërin që i dridhet, Sadakati zbulon Giannit sekretin më të madh të jetës së saj. Exhmeli është baba i Boranit, djalit që ajo e ka humbur. Ky rrëfim i dhimbshëm e trondit Giannin thellë, duke përmbysur gjithçka që ai ka ditur deri tani dhe duke ndryshuar përgjithmonë rrjedhën e ngjarjeve. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Mos e humbisni videon e radhës, sepse ngjarjet do të marrin kthesa edhe më të papritura. Emocionet do të thellohen dhe sekretet e reja do të dalin në dritë.